Shqipëria nuk prodhon naftë të përdorshme për pikat fundore dhe kjo do thotë që nuk e kemi këtë pasuri natyrore të zbuluar dhe të përdorshme pasi nafta që ne nxjerrim është naftë e rëndë, e cila në rast se do të futej në përpunim do të kërkonte një rafineri dhe kosto shumë të mëdha për një përpunim që ta çonte deri në pikën fundore dhe megjithatë, siç ka treguar edhe historia në të shkuarën, nuk arrihet që të jetë një produkt i cili të përmbush parametrat e nevojshëm për shkak të përmbajtjes që ka. Kështu që ajo është një naftë e cila përdoret për industrinë, për një naftë bituminoze që përdoret për asfalt e kështu me radhë. Kjo është shumë e rëndësishme sepse shumë herë njerëzit lëshohen në këto përfytyrimet që ne kemi naftën tonë, pse këtu duhet rritet çmimi, naftën ne na e ka dhënë Zoti, ndërkohë që është e vërtetë që ne kemi edhe rezerva nafte premium, por deri më sot, siç tregoi dhe rasti i Shpiragut, pavarësisht se nafta së bashku me gazin u zbuluan, gjeologjia shumë specifike e atij formacioni atje e pamundësoi nxjerrjen me një kosto të arsyeshme për ta hedhur pastaj në prodhim për tregun. Përmes bursave është konstatuar një rritje deri në 40% e çmimit, gjë që shkakton një presion të madh mbi zinxhiret e furnizimit. Në Shqipëri çmimi është rritur, por në mënyrë shumë të moderuar sesa rritja që është parë për shkak të rritjes së çmimit në bursë në disa vende të tjera. Sfida është e hapur, nuk di të thot askush se kur do të mbyllet ajo betejë që mban faktikisht lidhur pas vetes edhe çmimin e naftës. Nuk di të thot askush si do shkoj çmimi në bursë, në rast se do ketë rritje të mëtejshme, në rast se do stabilizohet në një pikë caktuar. Ne duhet të bëjmë atë që ne mund të bëjmë dhe atë që neve na takon, duke filluar nga rezerva, sipas informacioneve të marra, konsiderohet që ju keni një rezervë të arsyeshme, e cila fizikisht është aty për 30 ditë, ndërkohë që në kontratat tuaja figuron e garantuar për rreth 100 ditë, dhe kjo është pozitive. Mbetet për tu monitoruar ditë pas dite e gjithë situata. Nga ana tjetër, ne kemi në konsultim publik ligjin për rezervën shtetërore. Ne jemi në punë për të finalizuar edhe një nisëm që kemi ndërmarrë për të futur në treg si distributor, garant dhe distributor shumice, një faktor shtetëror.